edhe shumë dhe me materiale, dhe post Kosova për një periudhë shumë të shkurtër është rindërtuar, sepse dikush po thotë që kur gjë s'o bën Kosovë, këtë është e shkatruar me Kosova, nuk është e vërtet, është investuar shumë për rindërtimin e Kosovës, dhe këtë popull shqiptar dhe diaspora shqiptare ka luajtur rol të rëndësishëm bashkë me miqtë tanë ndërkombëtar, shumë organizata ndërkombëtare që kanë investuar në Kosovë dhe nga Amerika dhe nga Evropa në rindërtimin e Kosovës. Dua të shkojmë tek pjesa e fundit e këtij emisioni që shkoj shumë shpejt e nuk është pak kohë. Një orë gjysmë, por shohim që kujtimet që i sjellni ju, jo për një orë gjysmë, por për një vit e gjysmë. Ne kemi shumë kujtime, por jemi fokusuar në të më të rëndësishme. Po, absolutisht nuk mund t'i shkoqisim. Unë këtu kam dhënë një raport që kam dhënë nga Prishtina me 16 qershor vitit 99. E keni raportin? E kam raportin, po të shkruar se... A keni raportin e shkruar? Po, të shkruar e kam, po. A mund ta lexoni raportin, sikur ta interpretonit atje teksa kamera ju fokuson në të me 16 qershor, kam dhënë raportin nga Prishtina e çliruar, ku postiesh thuhet për televizion shqiptar, me largimin e forcave militare dhe paramilitare serbe nga Prishtina, kryeqytetin e Kosovës, sipas asaj që arritëm të vrejmë dje dhe sot në lagjet kryesore të kryeqendrës sonë, këtu hap pas hapi ka filluar që jeta të kthehet në binar nëse mund të themi normal. Mirë po, këto siguri të plot ende nuk ka. Se kishte ende forca policore dhe paramilitare. Njerëzit kanë filluar të dalin dhe të qarkullojnë në qytet, të furnizohen me artikuj themelor ushqimor, kanë filluar të marrin frymë më lirisht dhe të besojnë se më në fund u çliruan nga prangat e okupimit serb. Në shtëpitë dhe banesat e tyre të demoluara, të plaçkitura, kanë filluar të kthehen fillimisht kryefamiljarët e pastaj edhe anëtarët e familjes të tyre, të cilët ishin të strehuar në malet e Kosovës ose në Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi e Gjetiu. Ata që po kthehen në vatret e tyre dëshmojnë për traumat që i përjetuan gjatë largimit të dhunshëm nga barbarët serb, kurse fëmijët e tyre që rastësisht mbeten në Prishtinë përkujtojnë shumë momente të vështira që përjetuan nga kriminalet e Miloševićit, sidomos për maltretimet të ndryshme gjatë qëndrimit në burgjet shtëpiake, për vrasjet dhe varret masive në Karad të fushë Kosovës e Gjetiu. Mirë po ata sikur nuk dëshirojnë t'i kujtojnë sërish momentet e tilla, por t'i lënë me një anë dhe t'i kthehen të nesërmës perspektives sonë. Ky ka qenë raporti me 16 qershor që është transmetuar në televizion shqiptar. Dhe ti gjitha këto i ke ruajtur edhe... Po, e kom me makinë shkrimi. Po, me makinë shkrimi, po, absolutisht. Makinë shkrimi, kompitin me këshim pasmor. Edhe i ke publikuar me një libër të cilin e ke quajtur Libri i luftës. Po, po. Libri i luftës që natyrisht mund shërbej për edhe për laboratore të ndryshme, edhe për konferenca të ndryshme, edhe për natyrisht për gjeneratat e reja për të parë kronikën e asaj periudhe. Jo vetëm luftën e Kosovës, apo, edhe luftën e Preshevës, edhe luftën e Maqedonisë. Po shto fati ka deshë ti përcjell edhe këto luftra, sepse ka qenë një vazhdimsi e rezistencës gjithë popullore, sepse betimi që kjo ka qenë luftarët që kjo të luftojnë për çlirimin e gjitha trojeve të okupuara shqiptare dhe bashkimin e tyre në shtet. Dhe kjo aspirat besoj që do të realizohet pas një kohë shumë së shpejtë. Dhe bety që do t'ju pyes edhe pak për gazetarët e luftës, sepse raportet e juaja e kanë dëgjuar edhe këta që kanë qenë në vit parë të frontit, dhe natyrisht ju keni komunikuar së bashku me njërin ose me tjetrin, por gjithsesi keni shkëmbyer informacione. Po kë i veçoni kështu si gazetar të luftës? E di që është pyetje pak e vështirë, ndoshta do t'ju fus siklet. Po kë i veçoni si gazetar të luftës edhe njerëz që kanë kontribuar në rrafshin mediatik gjatë asaj periudhe kohore? Po jo vetëm gjatë këtij 2 vjeçari, 98-99. Në përgjithësi gjatë asaj periudhe të rëndë për Kosovën, gjysma e dytë e viteve 90. Është vështirë me veçu, me thënë, ka pas shumë gazetarë që kanë kontribuar shumë, dhe rrethanat e okupimit se vitet 90 deri te lufta dhe gjatë luftës edhe pas luftës, edhe gazetarët e rilindjes, edhe gazetarët e televizionit Kosovës, edhe gazetarët e televizionit shqiptar, por një obligim shumë të rëndësishëm kanë kryer edhe kolegët tanë nga mediat botërore, me cilët kemi bashkëpunuar gjatë kohës së luftës, me BBC-n, sidomos kemi pas bashkëpunim shumë imazhe që ne kemi vlerësuar se janë afirmative për
të prezentuar që kënë në opinionin